Ose po Alba. Si jeni? Mirë ti si e, qështë kam, qëpisi e ke, me shneta janë mirë, motrat si ke. Te? A je ma mirë? Super, shumë nice Si ke qenë? E përballojmë akoma më shumë. Okej, qysh po ecë puna? Po mirë për mashallah, punë të mirë po shkojnë. Ty si po të shkojnë? Super, mirë të morë pak me... Qa ke bo këtë kohën e fundit? Patun shmeri që shtoj. Me patun shmeri? Po. Që kur kështu? Po kështu e kam veç si side job, adin, së që mirë ato në kohën, amo i kam, ka njerë i marrë do banesa, do prona, për mi. Side job, patun shmerin, kushtrim mas. Pse? Patun shmeria duhet bëhet puna kryesore. Në momenti që e bëm patun shmerin punën kryesore, ti vlla e ke çliru gjithë jetën tënde përpara. Po veç me kap në i lekve të olë pse s'po qëndrohet. Po pse qa problemi ke për momentin? Që po thu vetëm side job, se po më duket e çuditshme, se po të kishte shku mirë, kishe për ta bë punë kryesore ti atë. Po kom qef me bë punë kryesore, po është pak e vështirë pjesa e marketingut, se po është shumë shtrejt, për mi qitë pronat mi reklamu dikon. Po qa marketingu po bën ti për momentin? Po për momentin, po... I ke fut në agjensi? Po në për, qështo... Apo rrjetet e tuja? Rrjetet e mija, po edhe po bëj sponsore, kështu amo po duhet me shpenzu shumë pare për me bodër, s'po di, a kona i... Shumë gabi, po ti se pas ke marrë veç trejen më të fundit? Jo. I mo tregu mbre vlla? Po të zoti sikur me në taku neve me qëllim njëri me tjetër, sikur pas ke në qonë me fat, me kismet me u taku. I mo treg, një dhe vetëmja. I mo tregu ka ardhur një kompani e re këtu në Kosovë, dhe ajo ka formuar platformën digitale kryesore ku gjithë mblidhen në një. Tani ti këta pronat e tuja që i ke, a i ke këtu në Kosovë? Po. Tani këtu në Kosovë, çfarë lloj pronash ke ti këtu në Kosovë? I kam një 2 parcela në Ajvali edhe një 2 banesa, një kam në Aktash edhe një në Msher. Duke ti ku janë këta lokacione. Po më duke shumë interesante nga emri. Po tani ti si e synon vetëm pjesën e kërkesës vendase, apo edhe diaspora kur vjen kërkon këta lloj lokacione shëtete? Jo, normalisht, po ne synoj edhe diasporën edhe... Ke ardhë vendin e dur, një Motreg. Seriozisht. I Motreg është bërë platforma numër 1 në Kosovë dhe në Shqiptari për centralizimin për mbledhjen e gjithë pronave patundshmërive të çfarëdo lloj forme aty me një vend. Dhe tani çfarë ndodh? Gjithë diaspora, kur vin nga jashtë, nga që nuk janë me informacionet e reja, se kush kompani këpron njep, kush kompani është me sigur se tjetra, se ka shumë kështu problemesh, i Motreg mblidhen të gjitha. Dhe diaspora duke e di që me një vendi gjenë gjitha, nuk e lodhin më kokën, shkojnë sa të njëra kompani, sa të tjetra, dhe të hargjojnë një muaj ko për të mos gjetur prap asgjë. E ta shi gjonë krejt me një vend. Tani ata vetëm hyjnë aty në internet, i bëjnë një Google search imotreg.ks, si imotreg.com.ks, futen aty dhe janë çdo gjë që ekziston në trojat e Kosovës. Edhe dikush e forta tjetër, se kjo kompani e ka formuar këtë lloj sistemi nëpërmjet një kompanie tjetër shqiptare, po zviceriane, nuk dua të përmend këtu emër, por edhe ata atje janë numër 1. Dhe tani çfarë ndodh? Gjitha këta prona që janë, edhe nga agjensitë e tjera, ose vetëm nga shitësi drejt për drejt, ose qiradhënësi drejt për drejt, edhe i Motregu përdor një filtrim tjetër ekstra. E ta shënë me dasht mi reklamu pronat e mija në aplikacionin e Imotreg, që del me 30 janar. A duna me pagu diçka për me qitë shpalljen aty? Këta biseda i bëjmë tani pak shu, pak ma anësh, në tavolinë zyre, lokali, pune, i kena këta bisedat, po 1% shumë e ullët është. Po, e diku është e bukra, se diaspora ka kriju aq besim të Imotregu, se unë vetë kam eksperiencë 5 vite në Imotreg, dhe kam ngel jashtëzakonisht të kënaqur, çdo pronë që e nxjerrun aty, në brenda muajit vëlla ka shku. Direkte. Jam aq shumë e kënaqur, se diaspora ka kriju shumë besim në Imotreg, sepse e din që çdo pronë që futet në Imotreg, qoftë për të dhënë me qera, ose qoftë për ta shitur, kalon në një sistem tjetër filtrimi, që merren parasysh gjithë të dhënat e pronave. A janë të sakta, as janë të sakta. Është super, ta sugjeroj 1 me 1. Dhe si që tash unë edhe vetë, kam ngel shumë e kënaqur, kam 5 vite, pse? Sepse që vitin e parë më ka dëshmuar sukses. Që muajin e parë që futa unë pronat e mia, direkte e para u shit. Dhe po flas jo për plonë të lehtë,
prona e parë që unë kam shit muajin e parë me Imotrade që është shumë e vështirë, ka pas vlerë 2.5 milion euro. Që pron 2.5 milion euro ti duhet muaj e muaj, derisa të binden klientët potencial, se gjithë ta klientët që kanë kërkesa të larta, për prona 1 milion e sipër, janë edhe njerëz me vese. Janë edhe njerëz që kërkojnë shumë siguri për një pronë të gatshme, të shtrenjtë, se nuk janë pak lek. Nëpërmjet Imotrade-gut, jo vetëm se pronat e lekta, po kur i shet edhe të shtrenjtat, çdo gjë është e mundur. Një herë e provon, gjithmonë e kërkon. Imotrade. Ke ishte e fort. Vllai mat, ka A është okej? Dve dalë. Ua, qa albe. Interesant ishte, U bindet ja, po s'u bindet? Shkoj gore, më s'pëm pritet. Me shku me qitë me njëra. Oke, wow, fix pas kemi që. O, vla, unë së dim se përmenda vla.